Shikues të nderuar, mirëmbrëma. Mysafiri e mësonte është një njeri fort i çuditshëm me një fosë të jashtëzakonshme. Po të doj ky zotëri, vetëm e ngrit një gisht, do të ndalen trenat të krejt botën. Po të doj ky njeri, mbahet mbledhja urgjente e jashtëzakonshme e Kombeve të Bashkuara. Po të doj ky njeri, 45.000 ushtarë të këforit që në kamp dhe kapin armët dhe kush disa mija vëzhguz dhe polic. Sot e Musafir, të nderuar shikues, e kam sherifin e Kosovës, Vaja Terpin, kryetarin e Kosovës, e kam Robin Hoodin, e kam edhe Don Kishotin e Kosovës. E kam zotriun Bernard Kushnerin. Monsieur Bernard, bonsoir. Bonsoir, monsieur Adam. Je vais parler en albanais parce que cette émission en albanais. Oui, je comprends. Excuse-moi. Non. Zoti Bernard, po kalojmë në një bisedë të shkurt me juve. Kur ai helmun fëmijët, para sa viteve, ju ishte ai pari i cili deklarut se këto nuk janë teatra, nuk janë simulime, por janë helmime të vërteta. Dhe ne këtu jo dim shumë për faleminderës dhe aso kohë e tham, dul një burr në Evropë i cili e foli të vërtetën. Faleminderit. Por po më intereson, kur erdhët në Kosovë, a keni ditë ku po shkoni? More or less. Because I already visited Kosovo. Paka shumë, sepse pa ta vizituar Kosovën ca vjet më parë. Por nëse më pyetni, a isha i vetëdijshëm për njerëzit e Kosovës, sjelljen e tyre, atëherë përgjigjja është jo. Kosovo and the people of Kosovo and the behavior of Kosovo, no, I didn't know. Do të s'keni pas paragjykime, përgatitje kurfare. Preparation in terms of Përgatitje në kuptim të trajnimit, jo. training, no. Mr. Kushner, a keni ditë ju se marrëdhëniet me serbë e shqiptarëve janë të acaruar shumë? Sikur uji me zjarmin nuk rinë bashkë. No, I was surprised because in fact, Jo, isha i befasuar. Në fakt, zbulova se populata shqiptare dhe serbe nuk ishin të mësuar të flasin me njëri tjetrin. Vërtet nuk e njihnin njëri tjetrin. Kanë jetuar afër njëri tjetrit, por jo në marrëdhënie të mira. Nuk kishin fare marrëdhënie. Në punë nganjëherë ndoshta para 10 vitesh, por në fakt nuk kanë jetuar close së to each bashku. other, but they were not in good relation. They were in no relation. At work sometimes, before 10 years ago, 20 years ago, but they were not, in fact, living together. Bukur shumë. Po tash, mos pju duket vetja që një bani Don Kishot i Kosovës. Well, I hope so, but you know, Shpresoj, por Don Kishoti pëson të humbje, ndërsa unë kisha pasur dëshirë të kem sukses. Në Kosovë, edhe nëse jam Don Kishot, ku janë mullind? Në Kosovë gjithka janë mullind. Rryma elektrike, uji, vetura, natyrisht procesi i paqes, pra shumë gjëra për t'i luftuar. windmills, where the windmills? All over Kosovo you had windmills for electric power, for water power, for the cars, for, of course, the peace process. So, a lot of place to fight against. Excusez-moi, parlez-vous français? Un peu. Oui. Sprechen Sie Deutsch? Ja, ein wenig. Speak English? Of course I do. Говорите ли по-русски? Да, я говорю по-русски. Shikues nderuara, po shihni ky Irani jam pi fol 100 gjuhës, po mund të marr vesh me mua, fort çudi. And I was learning Albanian. Edhe shqip kam mësuar. Kam mësuar, por nuk i kam I didn't përfunduar finish my mësimet. study in Albanian. Bravo. Prej se keni janë në Kosovë. Jam t'ju përthelë, kupta? Prej se keni janë në Kosovë, jam t'ju përcjell dhe po çuditem me energjinë e juaj. Gjithmonë mbledhje, gjithmonë takime, ty prit, ty përcjell. Heri qeshur, heri mrollur. A keni ju jetë private, zotni Bernard? A hani buk jo? Here, a private life here Ja. in Kosovo. Jetë private këtu në Kosovë? As pak. Zero. I'm surrounded. Zero. Jam i rrethuar me sigurim. Yes, I hate. Po, fatmirësisht. I di të gjitha restorantet e Prishtinës. Disa I know nga ato. all the restaurants of Pristina. And I know some others.
Bukur shumë. Sometimes I'm cooking myself. Ndonjëherë përgatis vetë, kryesisht shpageti. Shumë bukur. Këtu marrëdhëniet Kosovë janë pak të çuditshme. Po flitet se po keni mosmarrëveshje me bashkëpunëtorët e juaj. A është e vërtetë që Hashim tha që ju ka thënë në dy luftim? To duel. Ja. To duel with swear. Fornet. Unfortunately not. Nuk është e vërtetë. No. Në dy luftim me shpata, fatkesisht jo, nuk është e vërtetë. Në duel verbal po, duel politik po, por jo me shpata ose me Duel, pistoleta. yes, and a challenging duel, and a political duel, yes, but not with a sword. Neither shikoni- with pistol. Për shembull, po gjithçka po flitet. Po thonë që keni vendos, po thonë që keni vendos mirëzu termoelektronat e Obiliqit, e me vënu një agregat për këtë Kosovën. Well, for the moment, I tried to Për momentin tentoj ta rregulloj dhe riparoj termoelektranin në Obilic. Dhe ja dolëm. Para 2 ditësh, me këtë gisht, zotëria Adem, shtypa pullën e kuqe dhe turbina filloi punën. Dhe keni rrymë. Por nga njëherë kemi edhe ndërprerje të rrymës. E nga njëherë edhe njerëzit nuk paguajnë fakturat. Duhet paguar. Për shembull, But sometimes you have also electric cut. And sometimes the people are not paying their bills. ja, Electric bill, Fakt, they have fakt. to pay. unë e paguaj. Do you pay? Absolutisht. Ju paguani? Edhe unë. Urime. Po, Faleminderit. problemi i shkollave. Ka nevojë për shumë shkolla në Kosovë. Dikush ka propozu, për të luta, dikush ka propozu që në vend shkollave doni të ndërtoni një 30 burgje për Kosovë. Si burgo shkollas, po? Well, yes, from some people they have to be training. Disa njerëz vërtet duhet të mësojnë në burgje. Por jo, ne rifilluam tërë procesin shkollor që pak a shumë ishte sukses, por është e vërtetë se duhet të rindërtojmë shumë shkolla. Por edhe burgje, sepse shumë njerëz ikën nga burgjet. Because unfortunately, a lot of people escape from the prison. Yeah, so this is not, of course. Nuk është e vërtetë. Huh? Nuk është. No, I want to Jo, dua të ndërtoj me 10 shkolla dhe disa burgje. Po mirë bre, jarani jem, tash Ramazan të na. Ramazan. A ju ka thirr dikush me hongër dorë? Ndoni manti, ndoni fli, Fatkesisht jo. ndoni çaj, chai sometimes. sometimes. And I offer myself the chai. Unë because- vetë Shënë se ofroj dikush çaj. herë, unë s'kam që me folë me juve për politikë, se s'di flas për politikë. Po s'kam qare, po ju bo veç 2 pyetje të shkurta për politikë. Për shembull, ju po na thoni neve, mos u hakmerrni. Shqu, True. bukur shumë. Pse letërsia botërore për bazë ka hakmarrjen. Prej Sofokliut, Euripidit, Eshilit, Iliadës, Homerit, Renesansa, gjithë hakmirën. Edhe Jean Valjeani hakmirët. Edhe Don Quixoti, diku hakmirët. Grofi Monte Cristo, hakmirët. Hamleti, hakmirët. Odiseja, Ulis, hakmirët. Historia e njerëzimit e ka për bazë hakmarrjen, por e merr si virtyt, kjo më rëndësi shumë. E merr hakmarrjen si virtyt. Well, Mos this- po lypni veç të thoya, mos po kërkoni shumë për neve. No, I think that you are wise enough to understand, because all the examples you offered me, Monte Cristo, Don Quixote. Mendoj se jeni mjaft i mençur të kuptoni se gjithë këta shembuj që mi that, Monte Cristo, Don Quixotit, janë njerëz nga novelat, literatura, nga e kaluara. Tani jemi në shekullin 21. Kemi mënyrë tjetër të hakmarrjes, quhet drejtësi. Sepse në atë kohë, Don Quixoti, Monte Cristo nuk kanë pas çastin e drejtësi. Askush nuk i përkrahte, kështu që ishin të detyruar të marrin drejtësinë në duart e veta, ta ushtrojnë vetë drejtësinë. Kjo nuk është më e nevojshme këtu, sepse keni gjyqtar, policë të shërbimit policor të Kosovës, dhe ju nevojitet jo hakmarrja, por drejtësia. Hakmarrja nuk është drejtësi. Kështu më mirë se hakmarrja është drejtësia.
Kriminalët e luftës që bën aq gjëra të këqija duhet të dalin para gjyqit dhe të dënohen. Kjo është mënyra më e mirë për fëmijët dhe gjeneratat e ardhshme. Sepse Kosova pas këtyre hakmarrjeve të llojit kishte imazh shumë të keq për t'i ofruar botës gjatë këtij një viti e gjysmë. Dhe tash duhet të ktheheni ka moderniteti, Evropa dhe drejtësia. So, better than revenge is justice. People, the war criminals, the people who were so nasty, so murderers, etc., they have to be put on court and to be sentences. This is the best way for the children and for the next coming generations. Because Kosovo had a very bad image after this sort of revenge they offered to the rest of the world during 1 year and a half. And now you have to turn to modernity, to Europe, to justice. Unë pajtona plotësisht me zotriun. Hakmarrja është trashëgimi shumë e keqe. Dhe s'ka allëmëri me hakmarrje. Pajtona që ta e kalumja. Po që ka bojnë me të sotman. Për shembull. Me leje, pardon. A keni dëgjuar ju ndonjëherë për këtë jam natë mirë të lutna për një farë Ilija Garashanin? Yes. Për Ivo Andrićin, për memorandumin Akademisë Shkencave të Serbisë, Dražen Mihajlovićin, Aleksandar Rankovićin. Ton këta njerëz kanë hartu programe për mi çfarosë shqiptarët. Po, Miloševići nuk është kur gjë jashtëzakonshme, është vazhdimsi e një politike shekullore të serbëve. Po, kjo problemi. Ju po kërkoni prej neve na të bashkëjetojna me serbët. A nuk po ju duket se është sikur të kërkoni prej deles të bashkëjetoj me ujkun? I don't consider that the Serb people are the wolf. I consider that this Serbian population has been placed by history during centuries and centuries. Nuk konsideroj se serbët janë ujq. Konsideroj se kjo popullat serbe është vendosur para shekujve në këtë pjesë të Ballkanit dhe ju jeni bashkë dhe ka vetëm një rrugdalje. Kjo është demokracia. Përgjegjja vetme e prapavisë historike të vërtetë. Kjo është e vërtetë. Kjo është demokracia dhe me ardhen e presidentit Koštunica është hapur dritarja për demokraci. E di se disa akademik serb ishin iniciator të spastrimeve etnike. E di këtë. Kam qenë në Bosni, kam punuar me muaj, por tash kjo ka përfunduar. Nuk ka kohë për hakmarrje, kujtime. Mos shiqoni të kaluarën, shiqoni të ardhmen. E në të ardhmen, tani në Evropë, duhet të krijojmë një lloj koekzistence, të takosh njerëzit, të bisedosh me ta. Dhe pastaj do të vinë historie njerëzve që bashkarisht ndërtojnë Ballkanin e ri, Kosovën e re, bashkëtesën e re në Unionin Evropian Juglindor. Popullim francezët kanë luftuar me shekuj kundër gjermanëve gjatë shekujve të hakmarrjes, gjakderdhjes. Dhe deri në mbarim të luftës së dytë botërore, ku luftuam nacizmin, ishte e pa imagjinuar për njerëzit e gjeneratës sime të jemi aq afër gjermanëve siç jemi tash. Por na u deshën 50 vjet, 2 gjenerata. Kështu njëjtë do të jetë edhe me ju. Për fëmijët tuaj, fëmijët e fëmijëve tuaj do të jetë normal të jetojnë dhe jo vetëm të jetojnë, por të jenë shok me serbët, dhe jo vetëm me serbët, por edhe me romët, maqedonasit, malazes të tjerë. Do të shihni, vetëm duhet kohë. European Union, in fact. You know, my people, the French, they fought against the German during centuries of hatred, centuries of killing, bloodbaths, and mainly after the Second World War. We fought against Nazism, and it was just unimaginable for a man of my generation to be so close to the German as we are now. But it has taken 50 years, a generation, 2 generations. It will be exactly the same for you. For your children, the children of your children, it will be normal to live and to be friends and to work together with the Serbs. And not only the Serbs, with the Roma, with the people from Macedonia, Montenegro, etc. You will see, but it takes time. It takes time. Bukur shumë, por shiqoni, na ju duhem juve shumë, kemi respekt ndaj juve. Por si mik që ju kemi, po të lusë unë personalisht, mos e merrni, këto për këtë mirë, mos e merrni programin e partive të Serbisë ta lexoni. Mos e merrni. Do zgënjeni shumë.
është programi i njëjtë të gjitha partive. Thotë kështu, një kombë, një shtet, një gjuhë, një flamur. Tjetër s'ka. A nuk ju duket juve kjo që është programi që ka qenë i Hitlerit, Kushtetuta e Hitlerit e podrumit. Është shumë e ngjashme. Njëjti program e ka dhe Kushtunica. Merrni dhe lexojeni. No, politik mos kena me fol. Finish. No. Finish. No, but I want to say that I'm not in agreement with you. All the war, after all the war, peace was coming. After all the suffering. Më duhet të them se nuk pajtohem me ju. Pas të gjitha luftrave vjen paqja, pas të gjitha vujtjeve lumturia, pas plagëve shërimi. Duhet kohë, por do të shihni. Të gjithë njerëzit janë të njëjtë. Ju keni qenë të izoluar këtu, në region të Ballkanit, larg nga demokracia, bashkimi evropian e tjera. Duhet t'i hapni dritaret, zemrat dhe kokat tuaja. Do të shihni. Njoh njerëz në Beograd që flasin në të njëjtën mënyrë si ju me mua. Kështu, për shërimin e plagëve nevojitet minimum një gjenerat. Shishoni çka po ndodh në lindjen e mesme, në Irlandën e Veriut. Ne ishim më të shpejt këtu. Populli kosovar ishte shumë i shpejt në rrugën për demokraci. Si thuani për zgjedhjet e fundit, ishte e pa imagjinuar për popullin tim, jo vetëm për francezët, por për të gjithë njerëzit e bashkisë evropiane. Në fillim ata refuzonin propozimin tim për të shkuar në zgjedhje lokale për shkak të kërcënimeve, dhunës e tjera. Shishoni çka ndodhi. Ata zbuluan me kënaqësi të madhe një rrugë të mirë për të luftuar politikisht. Ajo quhet demokraci. At the beginning they refused my proposal of going to local election because of the threat, the violence, etc. Look what happened. They discovered with a huge pleasure the way to fight, the good way to fight, political fight, which name is democracy. Unë po frigohem, mos ju, kombet e bashkume, edhe Amerika ose beja kretë, po doni me bo Kosovën një kopt zoologjik eksperimental si kur të Orwellit. No, this is not true. Nuk është e vërtetë. But you are a good... yes, I understand. But you are a particularly good example of the beast we kuptoj. Ju jeni ekzemplari mirë i bishës që mund të gjejmë në këtë kopsht zoologjik. Është kompliment nga goja ime. Nuk është e vërtetë. Mos jeni as larg të së vërtetës. Përkundrazi, të gjithë këta popull, komuniteti ndërkombëtar erdhën këtu për t'ju ndihmuar ku ju ishit viktima. E tani viktima janë serbët e mbetur, jo kriminalet e luftës që ikin në Serbi. Ju keni juve si mbrojtës i të drejtave të njerëzit, të mbroni serbët, romët dhe të tjerët. Dhe do të shihni i gjithë komuniteti ndërkombëtar do t'ju përkrah përsëri. And the Romas and the other, and you will see all the international community will back you again. Bernard. Zati Adam. Zoti Bernard, nuk po më pëlqeni shumë, thuj luta. Nuk po më pëlqeni se si kryetari i Kosovës që po ju marrën e juve, s'po bëni kur gjë. Ja për shembull. Ju nuk jeni shkrimtar. Nuk jeni shkrimtar, po ja përktheve. Të na kretë kryetar gjithmonë janë shkrimtar. Një. E dyta, hala kërko nuk e rehe. Kërko nuk e pushkatove. S'po kuptoj çfarë kryetari jeti. No, I understand. This is Me strange, qenë kryetar, për ditë bam, 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 dërët. You know, yes, that's true. But I'm training myself, I'm training. Është e vërtetë. Po ushtroj. Jam më mirë se përpara. Jam gjuajtës i mirë, por fatkeqësisht nuk kam pasur rast. Por kjo nuk është fundi i mandatit. Well, this is not the end of my mandate. S'është fundi i mandatit. Kur o fjala për mandat, ju do të shkoni prej Kosove. Përthet lutë. Na shpresojmë ju edhe disa vite. No, po kur shkoni, a mos peleni Kosovën si rrethi nant i ferit të Dantes. Ç'to thuja? No. I say no. First I have to come back to my family. Jo, së pari duhet të kthehem në shtetin tim, familjes sime.
por ndihem se nëse shkoj së shpejti do ta lë Kosovën më të mirë. Mendoj se vërtet ne si kosovarë të gjithë do të përmirësojmë situatën. Dhe nëse shikojmë prapa si ka qenë Kosova para 1 vjet e gjysmë, mendoj se gjërat po shkojnë në të mirë. Por nuk kam dëshirë ta lëshoj Kosovën. Edhe nëse i kthehem njerëzve të mi për një kohë, një pjesë e zemrës time do të mbetet përgjithmonë në Kosovë. Shpresoj se do të më ftoni bile të shikoj show-n tuaj. If you're looking back, remember how was Kosovo 1 year and a half ago. And I think that things are getting better. But I don't want to leave Kosovo. Even if I'm coming back to my people for a while, a piece of my heart will remain forever here in Kosovo. And I hope that you will invite me just to look to your show. Ju faleminderit shumë. Ju faleminderit shumë. Zoti Bernard, nuk bëhet fare biznesi këtu në Kosovë? You mean business money? Ja, mani. Well, unfortunately, I Fatkeqësisht jo, jam përpjekur. Doni me shku, kur vjen mandati me shku, rini 2-3 vjet si mjek, hapeni një ordinancë, e merrni pak të holla se o gjëna me shku pa pare. Well, I know. Një klinikë private? Of course, yes. Ja. Yes, this is a good idea, and not only a clinic Po, private. But kjo I është will, ide e mirë. send Jo vetëm cigarettes. klinikë private, por do të shes cigare nga kontrabandistët, vetura të vjedhura. Do të ofroj automatikun tim si mercenare nga klinika. Po, është ide e mirë. Yes, it's a good Unë idea. bona menaxher thuj. Yes. Për shembull, Thank you. ja, lutem. Mu mi ofru një punë shumë të mirë. Yeah. Për shembull, të na referat e futbollit shumë po janë mes veti. Well, but I'm very bad in football. Jam shumë i keq në Ja, futboll. po na But France is very good in football. We are the Por Franca është shumë e mirë në futboll. Ne jemi kampion botror dhe Buna evropian. refer, ma të mirë refer për punë, nëse do. Oh yes, very good. Yeah. But no, the idea Po, of a shumë clinic mirë. is a good. Por is a good idea. ideja e klinikës është ide e mirë. Spitali i madh dhe tregti, shumë mirë. Kam edhe një frikë të keqe une. Tell me. Para se madh unë kompet e bashkume, unë NATO, para se madh në Kosovë, na kena pas një Mitrovic. Yes, I know. po, but po. we sell. Do ta shesin gjysmën e E Mitrovicës. tash i kemi 2. No, I know it's better. But you know, we wanted to sell. Jo, ne deshëm ta shesim tërë Mitrovicën. Por fatkeqësisht klientët tanë e deshën vetëm gjysmën e qytetit. Kështu duhet ta bashkojmë herën Part tjetër. of the town, so we have to united another time. Yes, I'm sorry, but yes, it was. Ishte në rregull, sikur të kisha me kuptuar çka po më thot. Unë po frigona mos po na i bëni 2 gjilana, 2 peja, 2 kamenica, ha? Idea. Ide e mirë. Good idea, ha? Yeah, good idea. Jo, sort hiç. And there is a better idea, of course, double Kosovo Është ide më e mirë Kosova e dyfisht. of several pieces. Mund ta ndajmë në disa pjesë. Some politicians Disa politikanë menduan për about këtë. that. A jeni optimist, zoti Kushner? Yes, Shumë. po, Po, shumë. optimist. Yes, Për situatën e Kosovës. yes. Do Really, yes. Do zgjidhet mirë Kosova. I bet you, in 5 Po. years, you Dhe will see bast, dhe për 5 vjet 5 do të years, shohësh një and you will Kosovë të see re, a new moderne, modern, që mund ta mban veten dhe and, autonome. let's say, autonomous Kosovo. Thuj, po të moj për fjale. Ju mendoj. Yes. Po më pëlqen shumë zoti Kushner, Bernard, dhe kur të kryjmë emisionin, do të lejoj të fotografoni me mua. Oh, thank you very Ju lutem, ju lutem. Thank you. Unë Faleminderit shumë. Ju lutem. Do t'ja shes shoqëve Unë të kam mia. dashur për këtë emision të veshë robet sikur se estragonin e duke pritur godon. A di më atë? Pandlu ponden se Kosova është një godon. It's a sort of Godot, yes. Një lloj Oh, godoj, that's Vesh një po. moment. Do thot, vesh një moment. Regjia ka mundsi karikaturën të na tregoni? Of Godot? E godos? Karikaturë. Gjësoni zoti Bernarde, kjo është një karikaturë, sepse gjithë na jemi një karikaturë e madhe. E ka bu karikaturisti kohës ditore. Ne jemi situatë shumë të keqe. Publicity is allowed in your show. Qa po thot? A lejohet reklamimin e emisionit tuaj? Po, Oh, okay. A do një po So, fare reklame? coaditore. Ja, I can remember. jo. Nëse do një me po fare reklame, na jemi të gatshëm ta pranojmë, menere.
Yes, yes, I want to sell all the Po, UN white dua t'i cars shes to dikujt të someone. gjitha veturat e bardha të Do you UN-it. know the story? A e dini një Yes, in historie? my country. Është një histori për reklamim për turizëm. Ta vejmë në aeroport në Slatin, dhe kur njerëzit vinë në aeroport të Slatinës, do ta zbulojnë një slogan. Mirë se erdhët në Kosovë, vetura juaj është këtu që më parë. The story is Apo kuptoni? when the people are coming in Slatina Airport, they will discover a big a slogan. Welcome to Kosovo. Your car is already here. Po, No, but you understand. Po pyte çfarë gjuhë? Që shuna të shqipa, serbishta, kroatishta, qysh? Of course, it has to be in two languages. Natyrisht në Albanian dy and gjuhë, Serbian. në shqip dhe serbisht, dhe eventualisht në anglisht. Po flitet, vedhe një sen këmë thënë juve, se ju I keni pru në Kosovë policin ma të dobë që ekziston në botë. Krejt do shkokërdhona, do qyqana. Asë një vras nuk e zunë, asë një haj nuk e zunë. Pse? Ku është problemi? That's the problem. But first we arrested close to 400 persons. They are Ku është problemi? detention center. Por së pari të them se arrestuam diku rreth 400 njerëz. Ata janë në burg, në paraburgim dhe presin për të dalë në gjyq. Është vështirë me një trup ndërkombëtar policësh. Kemi 50 nacionalitete aty. Ka vështirësi gjuhësore dhe nevojitet kohë. Por rezultatet tona janë shumë më të mira se në fillim, shumë më të rëndësishme, Our results sigurisht. are much better than at the beginning, much more important. Sure. Po s'po dilni me emna. And we succeed in setting up Dhe ja dolëm të formojmë një trup të shkëlqyeshëm të policisë kosovare. Tani janë afro 2500. 100 now. And we are Po s'po dilni me implementing. emna, mbi emna, s'po I gjykoni, s'po I denoni. No, because Pse? because this is impossible. We have to follow Sepse është e pamundshme, duhet të përcjellin vijën e drejtësisë dhe ligjit. Është e pamundur të luftosh kundër atyre jashtë ligjit kur nuk ke ligj. out laws without law. Unë mendoj që Kosova është oazë e hajnave, rebelve, kriminalve. No, No, no. not at all. I believe, on the contrary, that the majority of the Kosovar, Jo, the huge majority nuk of është the ashtu. Kosovar, Përkundrazi, besoj se shumica e madhe e kosovarëve duan paqë dhe rregull, dhe duan të jetojnë të lumtur me familjet dhe fëmijët e tyre. Duan punë dhe duan të jenë të lirë në Kosovë. and this is the beginning. Dhe ky është fillimi. So it's Kështu up to është them punë e tyre to offer to të the ofrojnë world botës një imazh të mençur, very demokratik dhe të hapur. Për këtë arsye ftoj të gjithë që më 12 janar të bashkohen marshit e madh kundër dhunës me mbështetjen time, të më përcjellin në stadium. Duhet I tregojmë botës se ne kosovarët, edhe serbët, edhe shqiptarët, edhe turqit, edhe romët, edhe bosnjakët jemi fuqishëm kundër vrasjeve dhe duam një Kosovë të re. And we have to show to the world that we Kosovar, and the Serbs, and the Albanian, and the Turks, and the Romas, and the Bosniak, etc., we are strongly against killings, and we want a new Kosovo. Dikush nërë, zoti Bernard, kam pas qenë marrë në këtë emision timin, thë zot, lutë të riut, për mi thonë do gjana pa dorza haptas shikuzve tonë. Dhe ju di për faleminderit që keni orë në emisionin tim. Thank you, Adam. Faleminderit Adem. Shpresoj se do të shihemi përsëri. Natyrisht se po. Certainly, yes. Merci beaucoup. Falimderi. Certainly. Shikuz të nderuar, ky është I madhreshmi, ky është Don Kishoti, ky është Robin Hoodi, ky është musafiri im, sunduesi im, zotriu Bernard Kushner. Ju faleminderit, natën e mirë.